Si do të reagoje nëse dikush të shante, të përqeshte apo të fyente çdo ditë? Shumica prej nesh do të zemëroheshin. Por a e dini si reagoi profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ndaj dikujt që e urrente dhe e ofendonte vazhdimisht? Në Mekë jetonte një grua që e urrente Islamin dhe profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Çdo mëngjes, kur ai kalonte pranë shtëpisë së saj, ajo i hidhte mbeturina dhe fjalë fyese. Por profeti kur nuk u zemrua. Ai nuk e shau, nuk e ofendoi dhe nuk u hakmor. Vetëm pastroi rrobat e tij dhe vazhdoi rrugën. Deri një ditë. Një mëngjes, profeti kaloi aty dhe nuk pa asgjë. Asnjë fyrje, asnjë mbeturinë. Ai u shqetësua. Çfarë mund të ketë ndodhur? Mendoi ai. Dhe pastaj bëri diçka që askush nuk e priste. Ai shkoi ta vizitonte atë. Gruaja e habitur pyeti: "Ti je njeriu që unë e kam thyer dhe e kam ofenduar kaq gjatë. Pse ke ardhur tek unë?" Profeti sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj me butësi: "Sepse ti je fqinja ime, dhe Islami më mëson të kujdesem për fqinjt, pavarësisht se si sillen ata me mua." Ajo prej kaq shumë nga mëshira dhe sjellja e tij, sa pranoi Islamin. Kjo histori na mëson fuqinë e durimit dhe mëshirës. Nuk mund ta ndryshosh zemrën e njerëzve me urrejtje, por mund ta ndryshosh atë me mirësi. Ky është shembulli i profetit ton. A do të ndjekim edhe ne këtë rrugë?